Intern dhe Internews Kosova publikuan raportin e rrjedhës së dezinformatave në Kosovë me tekst të veçantë dezinformatave ruse. Raporti Hartëzimi i dezinformatave ofron një analizë të trendeve të dezinformimit, aktorëve dhe mekanizmave dezinformues, narrativave mbizotruese në diskursin publik, si dhe ndërhyrjeve dashakëqëse nga jashtë. Bazuar në analizën sistematike të dhënave të mbledhura, autorët konstatojnë se burimet dezinformuese ruse vazhduan të krijojnë narrativa dezinformuese lidhur me Kosovën. Shtyllat kryesore kanë qenë për me bo edukim të publikut në dezinformim, mbështetje për luftimin e dezinformimit, zhvillim të kapaciteteve të institucioneve tona për me luftu dezinformimin, edhe në fund qëllimi i këtij projekti ka qenë ajo për cilën jemi këtu sot, me e prodhu një hartë të dezinformimit në Kosovë, me hartëzu mënyrën që shpërndohet dezinformata, me e tregu edhe me emna, masi kjo është prej gjanave të cilave na u ka kërku me të madhe. Sipas raportit, përmbajtjet dezinformuese vazhdojnë të provokojnë dhunën ndëretnike dhe të shkaktojnë frikë në mes komuniteteve, vazhdimisht duke u shndruar në rrezik për sigurinë kombëtare dhe rajonale. Shpërndarja e dezinformimit ka ndodhur në kanalet tradicionale mediatike, ndërsa platformat alternative si Telegram dhe platformat e tjera të rrjeteve sociale janë përdorur për të rritur audiencën e dezinformatave. Hapësira informative nuk mund të trajtohet më si një dimension neutral i komunikimit publik. Ajo është bërë hapësirë ku ndërhyhet në vazhdimsi, ndërhyhet në perceptim, në besim, ndërhyhet në mënyrën se si qytetarët e kuptojnë realitetin politik dhe atë institucional. Dhe kur këto ndërhyrje bëhen të vazhdueshme dhe të pakontrolluara, ato të fillojnë të kenë pasoja që shkojnë përtej debatit publik dhe e dëmtojnë stabilitetin e shtetit, sepse një shoqëri që përballet vazhdimisht me informacion të manipuluar fillon të dyshojë bashkë në çdo gjë. Raporti u realizua në kuadër të projektit Integriteti i Mediave dhe Gjurmimi i Dezinformimit, Midwatch, u mbështet nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. This report has helped us to draw some clear conclusions that we need to expose manipulative narratives quickly before they can spread too far. Gjatë projektit Midwatch u zhvilluan 250 publikime gazetariske, 8 dokumentar dhe debate televizive, u trajnuan mbi 80 zyrtar publik, 15 gazetar u mbështetën me bursa dhe 3 gazetar u shpërblyen me çmime për gazetari. Publikimet e programit arritën mbi 10 milion shikime në rrjetet sociale.